Pace me ju. Qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Nana e tij pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjet shtatzan për vërtet e Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lind djalë, e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do ta shërboj popullin e vet për mëkateve të tij. E gjithë kjo ngjau që të shkonte në vend fjala e Zotit, e than nëpërmjet profetit, që virgjëra do të mbes shtatzan, e do të lind një djalë, të cilit do t'i angjesin emrin Emanuel. Të dashur vëllezër e motra, dhjetori është muaj i festave me të ndjera dhe me të pritura në botë. Është festë e Krishtlindjes mbi të gjitha. Ndër pemët e mëdha që vendosim, dritat, drekat dhe darkat me burlek ushqimesh, është rëndësishme të dim të ndalojmë dhe të pyesim veten. Se ka kjo festë na ndihmon që të jetojmë këtë momente duke qenë të rrethuar ka një atmosferë intensive. Krishtlindja është një festë e rëndësishme, një rast të kremtimi dhe shkëmbimi me njëri tjetrin, për të bashkëndarë dhe treguar dashurinë që kemi për personat tonë të dashur. Në jetën tonë gjërat nuk janë kështu. Të kthehemi në kujtesë kuptimin e thellë të Krishtlindjes për ne sot. Është më nevojshëm se kur
sidomos përballë humbjes së kuptimit të vërtetë të Krishtlindjes. Të krishterët të lejonë që shpesh të influencohen nga aspekti jashtëm dhe nga konsumizmi i këtyre ditëve dhe si pasojë edhe me shumë përse përket të kuptimit të Krishtlindjes dhe të foshnjës në Betlehem. Jetojmë me punë dhe deturimin që na mbushin me shpërqendrime. Në listën e përparësive, Zoti gjendet gati gjithmonë në vendin e fundit. Justifikohemi se nuk kemi kohë për Zotin, i cili është i padroni i kohës dhe që na jep mundësi të jetojmë. Krishterimi është shpeshherë sa për emër. Nga në tjetër është në shikimin e të gjithëve, vullneti që të vendoset në planin e ditë dhe të mos të kujtohet misteri Krishtlindjes. Kjo duke preferuar me shumë pemen dhe zbukurimet që flasin në vetë për tjerët e gjë, jo për lindjen e Krishtit. Sot jemi të ftuar për ta dëgjuar lajmin e Krishtlindjes që është themeli i fesë sonë. Të jemi të dashur nga Zoti është lajm i bukur që na mbush me gëzimin dhe shpresë. Zoti nuk na ka paraqisur, është me ne, na mban me dashurinë e tij. Nuk lodhet duke na kërkuar, sepse na do. Të lejomi që të rriqemi nga dashuria e tij e pafundme, që shuan urinë tonë dhe na bën të aftë të kemi mirësi dhe butësi. Me këto kuste, Krishtlindja do të jetë një Krishtlindje e vërtetë. Qoftë dhe Jesu Krishti. Këtë Betlehem, të këtë bashkësie krishtere këtu të pranishëm, që ky Betlehem të na ndihmojë të përforcohet të feja jonë, të festojmë Krishtlindjen me gëzim, të shohim Krishtin të pranishëm në gjithë ata që kanë nevojë për dashurinë tonë. Ne për Krishtin berintet të dashur që jeton dhe mbretëron në bashkim me Shpirtin e Shenjtë dhe që është hyj për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin tënd. Ju bekofti Krishti të pushtetish Ati e Biri e Shpirtit Shenjtë. Amen. Të shkojnë në pace dhe gëzuar Krishtlindjen. Kujdesesh të më... Baf mirë. Faleminderit. Scared to get over John.
A ke ndejt? Po, pa.